adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion. Mirë se po kthehemi në palestrën Minatori ku po zhvillohet ndeshja vllazënimi Trepça, po themi vllazënimi sepse është një koqir pasi që Shani Nushi edhe këtë vikend është i zënë. 61-42 është rezultati pas pjesës së parë, një dominim absolut i Trepçës. Do të me thonë një koqire, po jo, sonte është mysafir në palestrën e vetë. E thamë të disa herë pëse. 15-11 ka qenë rezultati në favor të vllazënimit, kur kishin mbetur edhe 5 minuta e 40 sekonda lojë në qerekun e parë, e më pas erdhi një seri prej 19-1, gjatë të cilës shpërtheu ky djalosh Batën Tuna, fantastik me statistikat e tij, Batën Tuna, i cili në pjesën e parë realizoi 17 pikë, prej tyre 4 treshe nga 5 tentime. Batën Tuna, 3 treshe nga 4 tentime. 6-4 për 2 pikë, pati edhe 5 kërcime e 3 asistime. Ishte udhëheqës i lider i Trepçës në atë serin fenomenale. Në qerekun e parë shkojnë në plus 15, 35-20 dhe një lojë e tillë vazhdoi edhe në pjesën e dytë, duke i falenderuar edhe Mustafa Hamzillit, i cili shpërtheu në qerekun e dytë me 11 pikë edhe 2 kërcime. Plus regjin që të intervenon pasi që nuk kemi internet. 42-61. Rezultati në start Gjakuri Pejn me një herë në start bombardon për 3 pikë dhe e ngrit rezultatin në 42-64. Tash është kjo ndeshja e dytë, e gjirës së dytë, njëkohësisht edhe në Suarek është duke u zhvilluar ndeshja mes të Bashkimit dhe Rahovecit 0-29, pasi që edhe Sezai Suroi është i zënë. Dhe në anën tjetër, përgjigja në treshe, me treshe Warwick realizon. Gjakuri Pejn tenton, nuk realizon. Sean Jones tentoi me ngulit, por nuk arriti, mbetet 45-64. Atje miset mes të Adis Beqir Agishit dhe Adnan Arslan Agishit, ish drejtarit të tij në kombëtarën e Bosnjës dhe Hercegovinës, pasi që e dini se ditë javë më parë dha dorëheqje në postin e selektorit të Bosnjës dhe Hercegovinës Adisi. Sean Jones tenton, por Ane janë Teran. Në anën tjetër, Trilion Hajrizi me edhe një treshe, s'po bjen shi, po bin treshet në Minatori. Pas Pejnit ja edhe Trilioni bombardon. Anej ishte ai i cili tentoi dhe realizoi. Gabim në hapa nga Anej. Me 67, Trilioni bukur lëvizje ti depërton, Anej e pengoj, por Batën Tuna është atje me kërcim në sulm, e përmirësoj Trilionin, i cili depërtoi u ndal me faul. Si duke të shlenduar atje Anej, ja Tuna atje goditi në ftyrë dhe Ismailin, herën e pari sukseshën nga via gjuajtjeve të lira. Tuna
edhe herën e dytë. Sonte me një efikasitet të jashtëzakonshëm, 75% për 3 pikë, 66 për dyshe, 100% nga vija gjuajtjeve të lira, 19 pikë të ti. Da Sylla ka bon atje. Ja këthen topin Ridit I cili ishte e pat edhe një herë. Pejnë për ballë ka Ridin. Tuna deporton për mrekulli sonte. I pandanshëm, loja më e mirë prej se është transferuar në Kosovë. Batën Tuna 48 me 71. I pandanshëm, batën Tuna 21 pikë të ti. Rënda Syllën parës, Ismaili largohet. Njëzët 3 pikë plus për Trepshën. Kismori ka bon atje deportim dhe Arslan Agiqi realizon pika e 8 e ti. Topi pari vjedhur e ngrit përsëri në 25 për herë të dytë sonte. E përsia më e lartë e Trepshës prej 25 pikëve. Edhe një top I vjedhur I humbur, më mirë të themi, nga Da Sylla. Ajrizi përshini Tunën, I shkëlqyeshëm, tenton atje Sean Jones, gabon pak me akrobacione, në anën tjetër Reed, I penguar nga Tuna atje, edhe ai tentoi që t'i shmangët me akrobacion dhe gaboi. Riloni thjesht për 3 pikë. Kërcim në sulm nga Tuna, kërcimi I tij I 8, veshje fantastike. Personale kapitenit Koshi, time-out ka kërkuar Jeronimo Sharini. Ka njëkohësisht trembë qershorit të Suarekës është duke u zhvilluar edhe ndeshjen mes të Bashkimit dhe Rahovecit 0-29, shumë kusht po shkon atje. Pas pjesë së parë rezultati është 50 me 44, vetëm 6 pike përsi për nën kampionën aktuale. Me të vërtet një start befasues I shkëlqyeshëm I Rahovecit 0-29 të udhëhequr nga Bujan Loci, I cili befasoi në xhiron e parë duke mposhtur borën midis kryeqytetit. Dhe tani Bashkimi Rahoveci 50 me 44, pas pjesë së parë vetëm 6 pike përsi për Bashkimin. Përsa këtu në Minatori 48 me 73, 25 pikë dallim për Trepshën. Kampioni aktuale, e thash edhe në fillim, po e rikujtoj, startoj me humbje në atë derbin dramatik kundër Go Plus PS në Pokte Palestër para 2 jave me 5 tetor. Ishte humbja e dytë, është të tretën e pësoj nga Paoku në kuadër të FIBA Euro Cup, ndërsa adhurus të basketbollit ju rikujtoj se të mërkurën brëma me fillim nga ora 18:30 në Pokte Palestër. Trepsha e pres skuadrën gjermane, Braunschweigun tentimi Tunës, tenton nuk realizon luft atje dhe ka skaduar sulmi. Pra thash Trepsha e pres skuadrën gjermane, Braunschweig në kuadër të gjirës së dytë të grupit F të FIBA Europe Cup. Shumë ndeshje rëndësishme dhe përcaktuese, andaj ju bëj thirrje që gjithë shikuesve dhe tifozë jo vetëm Mitrovicas nga barë Kosova që të përkrajnë skuadrën e tyre në këtë duel, sikurse dhe Bashkimin kur do të luan nëse Zai Suroj për falësimi skuadrave tona në FIBA Europe Cup, por edhe në IMBL të Prishtinës, Sigan Prishtinës dhe Go Plus PS I rëndësishëm.
Arslan Agishi nga koshi në kosh. 50-73. 5 minuta e 28 deri në fund. Arslan Agishi depërton dhe realizon pika e 10 e Arslan Agishit. Lojtari i tret me pik 2 shifrore. 21 pik, 8 kërcime e 4 asistime Batën Tuna. 11 pik Amzili, cili nuk po luan. Dhe tani më edhe Arslan Agish me 10 pik e 3 asistime. Batën Tuna largohet, e ka meritu pushimin. Me vërtet shfaqja më e mire Batën Tunës prej se erdhi në Kosovë. 22 veçari, zim atje. 52-75, përsëri 23, edhe 5 minuta lojt Dasyla është pranë Hajrizit. Payne, mbrojtje zonale e Kuqezinve. Sean Jones shpejt lëviz topi. Ka bon atje Jackory Payne në driblim. 8 pik, 6 asistime nga Jackory Payne. Më i miri në atë derbin dramatik kundër Go Plus PS para 2 jave, me 20 pike, 12 asistime. Sonte, më shumë po organizon sulmin dhe po i bën të tjerët më të mirë, sidomos Tunën. Ronda Syla ka një pozitë e vështirë, dalet në mënyrë të paliuar nga Arslan Agishi. Brazilianin Colimero me Borikun, duke diskutuar. Payne në të vërtet transferi më i mirë deri tash, duhet themi se sonte. Pra po e shohim që përveç Cedric Russellit po mungon edhe qendra amerikane Chad Brown, lojtari me një karrierë të pasur në Greqi, Gjermani, Turqi, Rusi, Poloni, Izrael. 29 vjeçari, shpresojmë të jeti gatshëm për ndeshjen kundër Braunschweigut. Arslan Agish i vetmuar të Mushiqi, por nuk po e shohin Driloni te Dardani. Luajti i fundit me top. 21 pik dallim, kur ka mbetur edhe 4 minuta e 10 sekonda loj në qerekun e tret. Është kjo gjira e dytë e cila startoi nga ora 16 me duelin e parë të ditës në 13 qershori në Therand, midis Go Plus PS edhe Golden Eagle Lyllit. Tentim atje, topi hyn e del. Kapiteni Koshi pasak. Betet plus 21 për Trepçën. Foul i Dasylës ndaj Kapitit. E tani pak minuta për Mustafa Amzilin. Arslan Agish largohet, kthehet Tuna. Driloni largohet. Vend të tij Amzili. 5 gabime personale. I ka anej pak më herët, jo se ishte i lënduar, por kishte shkaktuar gabimin e 5 personal. Tashmë është larguar, ka mbetur pa qendrën në Sharini. Amzil lufton atje, ja vjedh topi nga prapa Koshi. Dasyla për Ziggy Ridin, shpejt e Dasyla. Koshi, dueli mes Koshit dhe Mushiqit, depërton atje, duelin e 2 11-shëve fiton Mushiqi, e pengon Koshin. Jackory Payne, Mustafa Amzilin, tentimi i tij, edhe një kërcim në sulmi Batën Tunës. I shkëlqyeshëm sonte, 54 me 77. Është kjo pika 23 e Batën Tunës. Ka dhe 8 kërcime, 4 asistime. Reed
Kur atje deportoj, por lufton dhe topi do të jetë për Kuqezin i fundit. Luajti përsëri aty te topi. Tuna sonte në çdo milimetër, jo centimetër, po milimetër katror të fushës është Batën Tuna shumë i disponum. Thash, loja më e mire ti prej se ka në Kosovë. Lëvizje mashtruese Amzilit. Kërkojnë personale atje. Sharini diskuton atje me ky është faulli i Ridit ndaj Tmushicit. Të dyja skuadrat kanë plotësuar bonusin. Përsa në situatën paraprake, trajneri Sharin u ankua për mos referim të faullit. 78 me 54, 24 pikë dhe 25. Kjo pika e 7 e Mikaelit Tmushicit, që përshin i sak nga via gjuajtjeve të lira. 3-3 edhe për dyshe 2-2. Qka do që ka gjujt ka i, përveç të treshet e patja tentimin pak më heret. Amzil me koshin, Amzil më i sukseshëm kundër sulmi shpejt të Tuna. Batën Tuna e pa deportimin e Amzilit në brendi, e pasoj. Lëvizje e shpejt atje, Amzil ben Tuna i cili e kthej. Nëse e realizon këtë gjuajtje të lirë Amzil, po atëre Tuna e bën edhe asistimin e 5, 23 pikë, 9 kërcime dhe 5 asistime për indeksin prej 34. Pika e 13 e Amzilit. Arslan Agish futet në lojë, Gjakori Penj largot nga loja. Fundori Amerikan, playmakerja Amerikan me përvojë të madhe në Evropë. Ka luajtur në Holland, Zvicër, Turqi. Realizon Reed për 56 me 81 sekundat e funit të qerekut të tretë. Ndërprejnë atje Warwick për një qast këtë top, edhe 9 sekunda për sulmin e Trepqës. Tuna, qëfar blokade atje nga Ziggy Reed, ja blokon Tunës, në anën tjetër edhe Dardan Kapiti e blokon. Pasim me ka boja atje Tuna, shumë pasimi fuqishëm. Sa bukur atje Tmushici me pasimin me dorë prej sposhti, ja shikoni underhand si i thojnë anglisht, për mrekulli të Tuna, i cili nga boja atje, me gjithate nga boja dhe Reed dhe topit do të jetë për Trepqën. Time out ka kërkuar Jeronimo Sharin. Dominim absolut në statistika nga skuadra Trepqës. Kjo tashmë shihet edhe nga rezultati, 25 pikë dallim. Për kërcime as mos të flasim, 27 me 11, 28 me 11, me 12, falni. Në asistime 19 me 8, për shini edhe pikët e shënuara në brendit të trapezit, 14 me 24. Shënimi pas kërcimeve në sulm apo second chance points, 11 me 3. Nga
stopat e humbur 21-13 pra në çdo element janë më të mirë në treshe, po e shihni 9 treshe të realizuara nga 15 tentime. Vllazimi është përmirësu pas atyre 5 tresheve të tentuara dhe vetëm një të qelluar. Në vazhdim nga 5 i ka realizu 4 dhe kjo dhe e afroi pak rezultatin pak më herët. Kapiteni Koshi shkakton personalin e 4. Tunës do të ketë 2 zgjuajtje të lira, lojtari më i mirë në parket sonte. Batën Tuna me shtendimin e tij të parë, 23 pikë mbetet. Kuqja e parë nga vija zgjuajtjeve të lira. Herën e dytë Isak, 24 pikë, 9 kërcime dhe 5 asistime të Tunës, por rekursim më të lartë tashmë prej 26 pikëve. Bori tenton të deporton atje me sukses pranë Tmushiqit dhe Kapitit, dyshës përfaqësuesës kosovare. Tmushiqi e kthen jashtë Arslan Agiqi, kërkon në brendi, të shohim se çka do të thotë gishti i madh i kthyer prapsht. Pick and roll me Kapitin, Kapiti hinë në thellësi, Arslan Agiqi me Warikun, Tmushiqi tenton, nuk realizon. Tuna e kap topin. Shumë nevrikozët atje, driton Raci. Jashtëzakonisht statik dhe indolent janë lojtarët e 3 sekonda nga Mustafa Amzili, i cili mbeti i fjetur atje. Adis Beqiragiqi kërkon angazhim maksimal dhe Qereku i tretë mbyllet me rezultatin 56-82, 26 pike përsi për Trepçën. 58-82 falni, 24 pikë dallim. 21-16 ky Qerek, 35-20, 26-22 dhe 21-16 rezultatet sipas Qerekve. Te Trepça, lojtari më i mirë me tashmë double-double, Batën Tuna 24 pikë, 10 kërcime, 5 asistime. 13 piki ka Mustafa Amzili, i cili ka dhe 4 kërcime, dhe Arslan Agiq me 10 pike, 3 asistime. 56% të efikasitetit nga tentimet për 3 pik, Trepça 9 treshe nga 16 tentime, në anën tjetër vllazënimi pas një efikasiteti katastrofal për 3 pik, vetëm 20%, tani në 50% nga 10 tentime 5 treshe, mirë po, ja po shihni edhe rezultatet sipas Qerekve. Mirë po, në gjitha elementet tjera Trepça më dominuese. Në anën tjetër, rezultati i tretë rezultati ndeshjes tretë kësaj xhiroje, Bashkimi Rahoveci 0-29 aktualisht në Suarek 52-47, me vërtet po shkon në shumë ndeshje ngushtë. U ka mbetur edhe 7 minuta e gjysmë në 13 qershori, ndërsa xhiroja përmbyllet nesër me përballjen e 2 skuadrave të kryeqytetit, Sigal Prishtina Bora, me fillim nga ora 19. Këtë javë, adhurues të basketbollit, ju rikujtojmë se të mërkurën, me fillim nga ora 18:30 në po këtë palestër, Trepça e pret Braunschweigun në kuadër të xhiros së dytë të FIBA Europe Cup të grupit F, ndërsa Bashkimi udhton në Reggio Emilia, qytetin veri të Italisë midis
Parvës e Modenës. Ku do të ndeshet me Regjanën në kuadër të grupit J. Reed me Amzilin. Amzil e pengon, Reed tenton, nuk realizon topit deri tek Mushiqi. Katër personale i ka Koshi. Mushiqi për 8 metrave atje, bombardon për 85 me 58. 27 pikë dallim në anën tjetër, vjen përgjigja dhe nga Warwick. 61 me 85. Pak më herët ishte e përsia më e lartë për 27 pikëve. Ismaili dhe Warwick e pengojnë Amzilin, top i vjedhur nga Colimero. Leo Colimero, braziliani. Shofim nëse ishte fol me, jo me qëllim, po fol jo sportiv, s'ka mo me qëllim. Do të rishikojnë këtë rast, ishte fol i thjesht. Ta shofim nëse ishte fol jo sportiv apo jo. Arslan Agish shkakton faul jo sportiv ndaj brazilianit Leo Colimero. Alus 200 cm të gjatë, cili kryesisht luajti në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në ligën e universitare luajti për Universitetin Fresno, pastaj për Queen's University. Mesatare prej 14 pikëve, 6 kërcimeve, 3 asistimeve. Kjo avatura e tij e parë profesionale. Realizon të 2 gjuajtjet e lira Colimero për të afruar rezultatin në 63 me 85. Pika e 9 e tij, i ka dhe 3 kërcime. E ka bon një rivënje të topit atje. Warwick, Marquis Warwick. Pick and roll i Arslan Agishit me kapitin, edhe 11 sekonda. Mustafa Amzili depërton atje me Horog. E huq tenton me përmirësu, mirë po, edhe që topin jashtë. Timeout ka kërkuar Jeronimo Sharini, 8 minuta gjysmë deri në fund të këtij dueli. Javën ardhshme në kuadër të Gjiros së tretë në Pokte Palestër në pret repriza e finalës edicionit të kaluar. Trepça, kampionja e pret nën kampionën Bashkimin. Golden Eagle Ylli në 13 qershori e pret vllaznimin. Në Prishtinë Bora e pret Go Plus Pen, aktualisht liderin e Pro Credit Superligës, ndërsa pas 3 viteve Sigal Prishtina do të udhtojnë në Mizajrisma në Rahovec për të ndeshur me Rahovecin 0-29, i cili aktualisht është duke u ndeshur me nën kampionin aktual Bashkimin, ku rezultati është 55 me 49. Shumë ngusht është duke shkuar në 13 qershori në Therond. Aktualisht pra Azea Jumepik ishtë lojtari i PES, i cili po luante Rahoveci 0-29.
lideri skuadrës me 18 pikë të realizuara. Ismaili. Foul në sulm. I befasuar me këtë vendim. Jo, këtu gabuan referët. U befasua dhe Joni Ismaili. E po vazhdon atje Skafaj me të vërtet me këtë situatë, por vendimi referëve është vendimi referëve. Duhet të kontrolloj vetën, mos të ndëshkohet edhe me teknike. 63-85. Po shihni tentimet për 2 pikë. Mustafa Amzili, mbrojtje e mire Ismailit, lufton megjithatë Amzili dhe është faulli Ismailit, i cili është korrekt me një herë ngriti atje dorën sepse shkaktoi personale. Kapiti bukur Mustafa Amzili luftoi nga toka atje për ta shpëtuar këtë top. Në vijnë e gjuajtjeve të lira, Dardani. Me pak fat realizon. Pika e tij e 8, i ka dhe 5 kërcime. Reprezentuesi i Kosovës. Pika e 9. 9 pike 5 kërcime për Kapitin, cili ngrit rezultatin sërish në plus 24, largohet Reed, Ziggy Reed. Ka syla në parket, një peshe të shkurtër tani Jeronimo Sharin, më pak se 8 minuta loj nominatori. 4 pikë dallim. Ismaili bukur atje nga distanca për të afruar rezultatin në 66-87. Kapiti për Tunën, i cili në pjesën e dytë është diç më i heshtur, mbetet me 24 pikë. Ka bo double me të vërtet. Loja shkëlqyeshme e Tunës. Tani më në 50%. Me vërtet është interesant në pjesën e parë. 15 minutat e para pati 3 treshin nga 3 tentime e në vazhdim. Në 20 minutat e ardhshme, sa bukur atje Joni me këtë pasim, por nuk arriti Kolimero të kap. Në vazhdim Tuna në 3 tentimet e radhës. Nuk qëlloj asë një treshe, me gjithatë është lider me double-double, 24 pikë, 10 kërcime, 6 asistime, i hatashëm, i vynë edhe, i duhen edhe 4 asistime për triple-double, Arslan Agishi, nënën tjetër me treshin e ti të 3, 100% efikas, 3-3 për treshe, me të vërtet Trepça sonte po bombardon për 3 pikë. 11 treshin nga 19 tentime, Ismaili edhe një herë me treshin e ti të dytë, 69 me 90. Arslan Agish 3-3 për treshe. Kolimero, sa bukur e pa Amzilin. Mbrojtje zonale e Gjakovarve, në anën tjetër depërton deri në fund dhe realizon, por është lënduar atje Adnan Arslan Agish, 12 pikë të ti. Tashmë 4 lojtar të Trepçës me pikë 2 shifrore, thash Tuna, 24 pikë, 10 kërcime, 6 asistime, 13 pikë i ka Amzili, nga sa ka dhe Arslan Agishi. Nga 13 pikë Amzil dhe Arslan Agish, i cili ka 3 treshin nga 3 tentime, 10 pikë Mikajlet Mushici, që ka dhe 5 asistime. Atje ju nuk po e shihni në ekranet e juaja, por Adis Beqiragishi e kritikon batën Tunën i vërtet kogjo shumë.
nuk lejon relaksim të Tunës, ai kërkon që Tuna të vazhdoj të luaj me temp edhe më të lartë. Ingrit atje Zekiqin dhe Anes Gashin që të nxehen Adis Beqiragiqi. Kolimero pranë Arslanagiqit, Pejn pas një kohe të gjatë në lojë. Mushiqi e kthen topin te Arslanagiq. Dhe topi Hamendët nuk hyn, megjithatë te vendi është Amzili për ta përmirësu 15 pikë të tij, kërcimi i 5. Rrit do të kthehet në parket. 22 pikë dallim. Jon Ismaili depërton, nuk realizon. Do të dy gjuajtje të lira për Jonin e ri. Deri tash 11 pikë të Jonit, fantastik. 100% efikas nga gjitha pozitat. 3 tentime për 3 pikë, i realizoi të trijet, një depërtim për dyshe e qëlloj. 4-4 nga loja, via gjuajtjeve të lira në tentimin e parë e Huqi, mbetet me 11 pikë. Edhe herën e dytë e Huq, mbetet me 11, te Vllaznimi, lideri i skuadrës me 17 pikë. Është Warwick, Markiz Warwick, Ridi ka 13. Interesant është se Zigi Rid nuk e ka asnjë kërcim të vetëm. Warwick, ndërkohë me përveç 17 pikëve i ka dhe 2 treshe, 3 kërcime, 3 asistime. Arslanagiq dhe Dardan Kapiti largohon nga loja. Anes Gashi, kapiteni dhe Burim Zekiqi në parket. Së bashku edhe me Amzilin Sean Johnson dhe Jackory Paynin. Amzil, 16 pikë të tij për plus 23. Ismaili, ta syla tandemi i fundorëve të Vllaznimit për mrekulli pranë Amzilit depërton Roni dhe realizon më pak se 5 minuta lojë në Minatori. Ndeshën e dytë të xhirës së dytë Amri Bedra me të vërtet me hyrjen e tij në çerekun e dytë. Loja e Vllaznimit u katalizu, u përshpejtu. Gjashtet 57 në Theran mes të Bashkimit dhe Rahovecit. Sean Jones lufton atje, nuk shënon dhe i fundit me top luajti Amzil. Tu tashmë është vençdosur çdo gjë adhurues të basketbollit. Do të jetë kjo fitoria e parë e Trepçës në këtë edicion, pas humbjes nga Go Plus P dhe disfata e 2-3 e Vllaznimit, kampionës aktuale të Ligës Unike, e cila si vjet nuk startoi mirë. Pati 2 ndeshje të vështira kundër fillimisht nën kampionit, pastaj edhe kampionit Jon Ismaili, kuqja atje e parë nga loja. Ati Koshi të inkuadrohet në lojë, kapiteni. Jackory Payne me përvojë atje, nuk ngutët, depërton deri në fund, realizon për plus 23 pikë. Dallim për Trepçën, Warwick nga një situatë e vështirë. Në sjetull aty të Sean Jonesit realizon, Jones shkakton personale. 19 pikë të Markiz Warwickut. Shënimi nuk pranohet. Markiz Warwick e ka shkelur vin.
Mbetet me 19 pikë. 97 me 76. 21 pikë dallim Amzil, gabim në hapa nga Mustafa Amzili. Warwick për balli ka Mushishin, pick and roll me Reedin, i cili depërton e kthen te Ambra. Sa bukur Ambra e pa Dasyllën e vetmuar, nuk shënoi Dasylla. Oho! Së pari u vonuan në pasim, e më pas e bëri edhe fuqishëm atje më fort se sa që duhet të Mushishi. Warwick pret Bedrën. Qaq bukur, qaq thjesht. Po luan Amri Bedra, ka zgjidhje, nuk e ka paniku, nuk e ka plon paniku. Me të vërtet, ky djalosh shumë po pëlqen dhe mendoj se duhet të ketë pak më shumë minutazh. Tentimi kapitenit Gashi për 3 pikë nuk realizon. Amzili me kërcim në sulme përmirëson edhe shënon për 76 me 99, 23 pikë dallim. Pika e 18 e Amzilit, Atik Koshi, lëvizje mashtruese e Atikut e detyron Amzilin që shkakton personalin e tij të dytë. Tetëmbëdhjetë pikë e 5 kërcime nga Amzil. Mushishi 10 pikë, 5 kërcime, 5 asistime, ullet për pushu. Ndërsa tashmë me double-double, lojtari më i mirë te Trepça dhe lideri i skuadrës. MVP i kësaj ndeshje pa dyshim, Batën Tuna 24 pikë, 10 kërcime, 6 asistime, pa humbur asnjë top. Lojtari mbrëmjes më i merituari për atë shpërtimin e Trepçës në çerekun e parë dhe të dytë. Burim Zekiqi po shihni Qiva atje. Ish lojtari vllazimit. Kërcim në sulmi Zekiqit. Ju kujtohet që burimi kundër skuadrës së tij të fëmijërisë Trepçës pa të realizuar 4 treshe rësh brenda 3 minutave, 4 minutave në atë fitoren e para 3 viteve kundër Trepçës. Sean Jones me Amri Bedrën dhe Amzili atje pa problem e konkretizon këtë asistim. 20 pikë të tij për 101 pikë të Trepçës, 101 me 81. Reed realizon me 83. Nuk është i lumtur as pak Adis Beqiragiqi me këto 83 pikë të lejuara. Bukur atje, depërton dhe pikët e para i realizon kapiteni Anes Gashi. Pak minuta edhe për Eden Cingun, Jeronimo Sharin. Në 2 gjuajtje të lira. Herën e parë e Huq. Reed startoi mirë në fillim të ndeshjes me 11 pikë të tij. Mirë po më pas vetëm 4. Ja, i Huq edhe këto 2 gjuajtje të lira.
vetëm 50% efikasiteti nga gjuajtjet e lira, 8-4. 26-17, 9 gjuajtje të lira të huqura të Vllazimit. Da Syla për Cingun, i cili e huq komplet këtë poshën në tentimin e tij. Payne. Sekondat e fundit. 103 me 83. Zekici. Do të jetë ky faulli Markiz Warikut. Unik Ahmeti, i ri në vend të Da Sylës. Edhe kapiti në vend të Sean Jonesit. Një pik të Mustafa Amzilit, edhe për të ndeshja më e mirë, pra tandemi i Patën Tuna dhe Mustafa Amzil, 45 nga 104 pikët, pika 22 të Amzilit, sulmi i fundit për Vllaznimin. Reed dhe për ton, lokohet nga Amzil, mirë po e përmirëson atje Cingu me pikët e tij të para, dhe këtu çdo gjë ka marrë fund. 105 me 85, fitore e Trepçës. Së shpejti do të jemi me intervistat e dy trajnerëve. Coach, the second loss in a row, nothing was good tonight. What went wrong? I mean, this is our basically first game. We just got a player 7 days ago, so I mean, we tried to do our best, and players didn't adapt on this tough defense of Trepça. And I only can congratulate to them and wish them good luck in the future. Thank you very much. Pra, ajo që tha trajneri Jeronimo Sharin është se lojtarët e ri kanë ardhur para disa ditëve dhe kanë ushtruar së bashku me ekip vetëm 7 ditë, vetëm për 7 ditë, dhe ende nuk janë komponuar. Ishte fitore e merituar e Trepçës dhe ju uroj, ndërsa Vllaznimit i mbetet që të punon shumë më tepër. Së shpejti do të jemi edhe me trajnerin Adis Beqiragiqin. Coach, first win this season. What can you tell us about this game? What went wrong with Vllaznimi, or let's say, what did you do right tonight? First, thanks to people who come to support us. Congratulations to opponents, they play fair. I believe we play very good in offense, very good percentage, 3-point shots, but very terrible one-on-one defense. So if we play this kind of defense, you know, one-on-one, we will have always big problems. Yeah, you allowed a lot of points tonight. Yes, exactly like that, and that's I hope. I know my players knows that, but the key is in their hands to play one-on-one better. Okay.
Okay, and for the end, you will be playing against Braunschweig on Wednesday. Very tough game. In Europe, for us, every game is tough, but this is our home court. We want to play good basketball. I don't know what will happen, but I know for sure if we play this kind one-on-one, we will have problems. But if we play good one-on-one, if we control rebound in our court, we can beat everybody, I hope. Thank you very much. Thank you, bye-bye. Pra, ajo që tha trajneri Adis Beqiragiqi është se sonte përkundër fitores ka lejuar shumë pikë, pra dhe nuk ishte i kënaqur. Treshet kanë shkuar shumë mirë, po në lojë 1-1 kanë lejuar shumë pikë dhe kjo nuk është mënyra se si duhet të lejojnë dhe se si duhet të luajnë lojtarët e tij. Pyetur për ndeshjen me Braunschweigun, të cilën do ta ketë të mërkurën skuadra e Trepçës, tha nëse e lojmë këtë mbrojtje kundër Braunschweigut, lojnë 1-1, atëherë do të kemi telashe të mëdha, prandaj lojtarët e mi duhet të jenë shumë më të koncentruar, aq më tepër që në Evropë çdo ndeshje për skuadrën tonë është e vështirë. Ishin këto fjalët e Adis Beqiragiqit, unë po i shtojnoj dal nga dal, duke ju ftuar që të mërkurën nga ora 18:30 të jemi së bashku këtu në Minatori me Trepçën në Art Motion dhe duelin Trepça kundër Braunschweigut. Nga unë Agon Femiu dhe ekipi realizues i Oksigenit kaq për sonte, ju vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me platformën tuaj dhe tonë Art Motion.